Të nderuar, Kosova sot nuk po kalon vetëm një krizë politike, po kalon një krizë të besimit, të shpresës dhe të perspektivës. Qytetare që dikur besuan që do të vinte një qeverisje ndryshe, sot përballen me një realitet krejt tjetër, me varfëri më të madhe, me rritje të kostos së jetesës, me izolim politik dhe me një atmosferë të rënd sociale, ku gjithnjë më shumë familje po humbin besimin se gjërat mund të ndryshojnë për të mirë. Albin Kurti dhe vetëvendosja erdhën në pushtet me premtime të mëdha. Premtuan zhvillim ekonomik, shtet të fortë, drejtësi, mirëqenie dhe dinjitet e pozitë ndërkombëtare më të favorshme. Premtuan ndryshim rrënjësor dhe krijuan pritje të jashtëzakonshme tek qytetarët, por sot pas gjithë këtyre viteve në pushtet, pyetja më e madhe mbetet çfarë u realizua realisht nga ato premtime. Kosova vazhdon të mbetet pothuajse vendi më i varfër në Evropë. Të rinjët vazhdojnë të shohin largimin si zgjedhje. Bizneset po përballen me pasiguri, ndërsa qytetari i zakonshëm po e ndjen çdo ditë më shumë barrën ekonomike. Në mungesë të rezultateve konkrete, kjo qeveri ka zgjedhur propagandë si mënyrë mbijetese politike. Çdo kritik shpallet armik, çdo vendim ndryshe sulmohet, ndërsa dështimet tentohen të mbulohen me tensione dhe përçarje të vazhdueshme. Më dhimbshmja është se janë luftuar pothuajse të gjitha proceset nëpër të cilat ka kaluar Kosova. Janë sulmuar njerëzit, institucionet dhe aleanca që kanë kontribuar në ndërtimin e shtetit tonë. Në vend të bashkimit dhe ndërtimit të besimit, është kultivuar fryma konfliktit dhe arrogancës politike. Por shteti nuk ndërtohet me mlef dhe propagandë. Shteti ndërtohet me vizion, me përgjegjësi dhe me punë konkrete për qytetarin. Kosova nuk ka nevojë për spektakël politik, ka nevojë për leadership serioz, për zhvillim real, për partneritet me aleatët tanë strategjik dhe për institucione që vendosin interesin e qytetarit mbi interesin partijak. Qytetarët e Kosovës meritojnë më shumë se zhgënjim, stagnim dhe premtime të pambajtura, shkruan kryetari Totaj. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.